Gledis Koçeku, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë në ceremoninë e Shkodra Sport u vlerësua si një nga talentet e vitit 2024. Është emocion për një sportist të ri të nisësh karrierën me të tilla vlerësime? Sigurisht ka qenë një emocion i madh për mua. E falenderoj edhe gazetën Sport, e cila më dha këtë çmim. Është kjo fal punës tonë, por sigurisht emocioni ishte i madh. Për më tepër që çmimi ndërzua nga një prej legjendave të sportit mundjes, Elias Guri. Kisha kënaqësinë që atë çmim ma jepte një legjend si profesor Eliasi, ishte kënaqësi me veti dhe shpresoj të ndjekim hapat e tij. Si ka qenë viti 2024 për Gledis Koçekun? Jeni kënaqur me atë çfarë keni arritur? Sigurisht ka qenë një vit i mirë, le të themi gati më i mirë në karrierën time. Jemi përpiqur të japim maksimumin dhe kemi dhënë rezultate, gjithmonë ka vend për përmirësim. E vështirë të merresh me mundje sot? Është pak e vështirë le të themi edhe në vendin tonë, por është sport i fortë, sport i bukur, ka emocione dhe pse jo, është diçka me rezultate bukur. Sa vite ka Klevisi që merret me sportin e mundjes? Pak a shumë janë rreth 5 vite që në fillimet e karrierës, me disa shkputje të vogla, por ka qenë bukur. Cili është arsye që zgjodhet mundjen edhe jo sport tjetër? Emocionet që t'jep mundja është shumë e vështirë të gjesh sporte të tjera, është një sport individual dhe arritjet tua janë tua dhe jep maksimumin për veten tënde. Fillim besoj keni pas me trajnerin e Zmelezi. Po, profesori i parë ka qenë profesor Nazmi Elezi, ai ka mësuar hapat e vogël na i ka dhënë ai. Është një kënaqësi që më ka trajnuar edhe kam arritë, le të themi, gati më të shumtën për ti. Ndërkohë sa me trajnerin tjetër, Aldin Anza, duket që me të do të shkoni më përpara për të tjera arritje. Le të shpresojmë, është një trajner i mirë dhe po jep maksimumin për me na shty sa më përpara. Çfarë presim nga Gledis Koçeku në vitin 2025? Shpresojmë në kampionat kombëtar të shpallemi kampion, sigurisht të vazhdojmë edhe në ato ndërkombëtare me kombëtaren shqiptare, të japim maksimumin dhe të fitojmë edhe titull jashtë. Një sport i bukur mundja? Çdo sport ka të veçantat e veta, por sporti mundjes është sport i fortë dhe për ne shqiptarë që jemi një razë e fortë është diçka bukur. Kush është inspirimi, shtysa që ju bën ta keni me shumë dëshirë këtë sport? Si gjithmonë besoj se shtysa e parë është familja, edhe babi im ka qenë një shtysë e madhe, më ka fry për këtë sport, me zhvillu edhe me dhënë maksimumin, e pastaj ëndrat e një fëmije për me arrit më sipër janë. Dhe kush gëzohet më shumë kur Klevisi arrin një sukses? Babi do të them, babi është shtysë më e madhe, ai ka gëzimin më të madh. Ndërkohë kritiku më i madh, ka një kritik? Kur gjë nuk shkoj mirë? Babi, por edhe profesorët janë nga që besojnë mua dhe dojnë që unë me dhanë sa më mirë, me arrit sa më lart. E sheh veten gjatë në sport? Është një sport i vështirë, ka dëmtime, ka edhe probleme që vinë, por është sport i bukur dhe do përpiqemi të japim maksimumin për sa më gjatë mundemi. Për më tepër që edhe kushtet viteni janë shumë për dëshiruar. Ne kemi bërë edhe kronika tek palestra juaj që në fakt vetëm palestër mundje nuk mund të quhet. Kushtet, të themi drejtën, janë fatkeqësisht shumë të këqija. Kronikat janë bërë, por pa rezultat nga ana e bashkisë ose në tjerën e sponsorëve të diçka. Ne thjesht do përpiqemi të japim maksimumin me kushte si kemi, edhe pse jemi të lënë si dorë e dytë ose pastore nga bashkia e tjerë. A është e vështirë të stërvitesh në një sallë 30 metra katror? Vështirësitë janë të mëdha, por kur është dëshira është thjesht shtysa për me arritë. Ne përpiqemi, japim maksimumin. Keni zgjedhur një sport që në historinë e tij ka nxjerrë shumë kampion në historinë e mundjes shkodrane dhe shqiptare. Besoj që edhe qëllimi objektivi juaj si të jeni një prej kampionëve të arshëm.
Sigurisht. Çdo sportisti është të arrijë diçka me sportin e tij, të mund të krahasohem. Të krahasohem është fjalë e madhe, por paktën të afrohem nivelit të tyre. Çfarë pasione të tjera ka Klevi Skoçeko, apo jeni për momentin fokusuar vetëm tek mundja? Pasione, si çdo i ri, ne merremi me fusha të ndryshme, por një vëmendje të veçantë ka sporti i mundjes, pastaj janë edhe pjesa akademike, shkollore të tjera. Klevis, jemi në ditët e parë të vitit 2025. Cili do të ishte urimi juaj për sportin shkodran në tërësi? Për vitin 2025 shpresojmë të vazhdojmë prapë me këto rezultate, inshallah më anëlt të çdo sport i ekipit ton, me vllaznia të japit sa më shumë dhe inshallah kapimajat e Shqipërisë. Faleminderit Klevis. Faleminderit edhe juve.